Ndërkohë, SPAK ka arrestuar dhe është dhënë masa e sigurisë arrest me burg për 2 persona, që në pamje të parë duket sikur nuk kanë lidhje fare me hakerimin. Ju si mendoni, a ka persona të tjerë që qëndrojnë pas këtij sulmi? Shiko, ne dim që janë arrestuar 2 persona, por ne nuk dim çfarë kanë kryer këta, sepse është ndryshe kur arreston 2 persona dhe thua që këta kanë kryer hakerimin, ashtu si ne janë ngjitëm në fakt iranianëve që kishin kryer hakerimin në Shqipëri, kishin bërë namin e kështu me radhë, dhe në fund nuk arritëm dot ta kuptonim, dhe unë besoj dhe sot e kësaj dite që nuk kanë qenë iranian, por kanë qenë segmentet caktuara që ka pas interes ta bëjnë ato veprime. Kështu që edhe ky fakt që ata përdorin, pra ky rast dhe që thonë se i kanë vjedhur këta dhe janë ata përgjegjësit, ne do t'ja lëmë ata do i nështrojnë hetimit, ne do të njihemi me fakte dhe me prova, sepse deri tash jemi vetëm me një, si thonë, lajmërim ose një bërje publike nga ana e prokurorisë, por mos harrojmë që ata akoma nuk kanë folur, akoma nuk kanë shprehur deri ku kanë arritur, kush si kanë arritur, nëse kanë qenë këta ata që kanë kryer këtë hakerim dhe për llogaritë të kujt e kanë bërë këtë hakerim. Kështu që ne deri tash kemi vetëm një informacion, kemi informacionin që na ka dhënë prokuroria e posaçme se që këta 2 janë ata hakerusit e sistemit tonë. Kështu që nuk mund të flasim pa patur një hetim, qoftë edhe minimal, që të shikojmë dhe të bindemi që këta janë ata persona të cilët kanë kryer hakerimin. Pra nuk mundet të flasim pa prova. Kurse prova qofshin këto edhe me 2 prova shkresore që të vërtetohet, pra qyrja që është bërë, sepse padyshim që atyre emaileve, atyre kompjuterave që është ndërhyr, është bërë një qyrje nga specialistët, pra nga hetimi që ka nisur SPAK-u për këtë çështje, dhe kështu që ta diskutojmë në një moment tjetër, sepse mund ta ludojmë nëse janë këta, nuk janë këta, sa ka qenë ndërhyrja këtyre deri ku kanë arritur edhe kështu me radhë. Prandaj që edhe kjo është për të vlerësuar për të marrë me rezervë nga deri sot. Nesër të shikojmë se si do ndryshojnë gjërat. Sipas njoftimit të SPAK-ut theksohet se ndërhyrja ka qenë në emailet e 3 prokurorëve, siç e përmendët edhe ju pak më parë, që kryesisht nuk ruhen dosjet në emaile, por nga ana tjetër gazetarët caktuar kanë theksuar se në këto emaile ose në këtë sulm kibernetik janë marrë edhe dosjet caktuara ose ndoshta edhe informacione mbi dosjet caktuara. Tashmë, si mund të ndahet kjo pjesë? Këtu kemi të bëjmë thjesht me hakerimin e emaileve, apo në këtë rast mund të rrjedhur edhe dosje që SPAK ka në dorë? Shiko, do të ndajmë një gjë. Hyrja në sistem për emailet, kontrolli i emaileve është tjetër gjë dhe shkarkimi i dosjeve është gjithë diçka tjetër. Asnjë prokuror i kësaj republike, po qoftë edhe kudo, jo në Shqipëri vetëm, nuk i mban hetimet, pra nuk i mban dosjet në email, sepse edhe të duash ti, emaili nuk ta lejon, nuk ta jep mundësinë që ti të skanosh më shumë se 20 faqe. Sepse gigabajtët që ka emaili nuk është e mundur që ti t'i mbash në email mira faqe të një hetimi, siç janë këto hetimet e SPAK-ut që arrin në nivele faqesh, fashikues me shumë zero. Dhe kështu që kjo alibi që ndërtojnë duke thënë që ne kishim një email dhe na emailin e ka shkarkuar, nuk qëndron edhe për shkaqe teknike, jo më për shkaqe hetimore. Dosjet prokurorët i mbajnë fizikisht, i administrojnë fizikisht, kur ata duan për nevojat e tyre të hetimit, i skanojnë dosjet, pra i skanojnë fletët dhe ne avokatëve, ku na vën dispozicion, na i dërgojnë edhe, pra i marrin edhe në formën e PDF-s, po i marrin edhe fizikisht sipas rastit. Kështu që kjo alibia je ngritur, që me anë të emailëve janë vjedhur edhe dokumentat, nuk qëndron fare. 2 njerëz që kuptojnë informatika, unë nuk jam specialist informatike, por me sa më kanë thënë dhe këto 2 ditë,
më kanë ata që cilët kuptojnë informatika, që janë të kësaj fushë, më kanë thënë që është e pamundur që të mbahen mira dosje në email. Pra, sepse jo për fakti që emaili vet nuk mund të arrit t'i mbaj, por edhe për fakti që të shito prokurori dosjet në email, kur prokurori dosjet e do këtu te tavolina para që ta studioj, pra, nuk ka interesin që ta mbaj në email. Se përse duhet dosja në email prokurorit? Kjo është pyetja. Kështu që prokurori dosjen e studion në zyrë, e studion aty dhe pastaj e materializon në akuzë apo në procedime kështu me radhë. Kështu që na pikpamja teknike, se bëra shumë teknike për ta kuptuar edhe njerëzit, por problemi është këtu që duhet ta ndajmë hakerimin, pra të emailit, që mund të kesh marrë një informacion lidhur me biseda ose kërkesa që mund të kemë bërë prokurorit qoftë me njëri tjetrin, po qoftë edhe me një institucion ose partnerët lidhur me një dosje ose me një person e me një hetim, kështu që dhe pjesën e shkarkimit të mira faqeve që ne sot dim që i kanë marrë që i administrojnë disa gazetarë. Si është e mundur që SPAK-u, një institucion që kërkohet të ketë parametra të lartë të sigurisë sa i përket kompjuterave të tyre, por edhe adresave të emaileve dhe më saktë pasuardeve të emaileve, thuhet në media dhe nga raportimet e fundit se kanë qenë pasuarde mjaft të dobta dhe lehtësisht të hakerueshme. Tani, duke pa nivelin mediokër të prokurorëve, është edhe niveli i asaj, i mbrojtjes së tyre, pra i kodeve që ata vendosin. Kështu që çfarë të them unë ty tani, kur prokurorët vetë, sepse ne po e bëjmë gjithë të madhe, jo nuk është gjë e madhe, sepse institucioni varet nga njerëzit. Njerëzit e bëjnë institucionin, sepse ne i japim rëndësi SPAK-ut, sikur ata janë ca njerëz atje që kanë rënë qelli edhe kanë ardhur këtu dhe shqyqy që kanë ardhur ata që të formojnë organin e procedurës. Jo, institucione bën nga njerëzit. Kanë institucione njerëz mediokër në nivelin e mediokrit që mbajnë institucione, prandaj Shqipëria ka ta ndisur këtë nivel më. Tani ne duhet i themi ca gjëra, ore ka dhe avokator mediokër, se mos ngatrojmë ca gjëra neve. Ashtu siç ka dhe prokuror në nivele mediokri. Dhe nivele që nuk arrin dot të administrojnë kompjutrat e tyre, të ruajnë dosjet e tyre, dhe kështu që neve s'duhet t'i ata hiperbolizojmë sigur ata ç'a janë. Njerëz janë dhe ata, prej mendje, prej truri, prej mishi, prej koska, prej gjaku bëhen dhe ata, dhe kështu që niveli tyre, a ky është, tani ne s'mundet t'i bëjmë të ngrëm nivelin atyre me pajir, sepse kanë të shirë njerëzit e kështu me radhë. Njerëzit ta kuptojnë, me këtë rast të kuptojnë dhe njerëzit, na kush janë ata që kryejnë hetimet, dhe ç'a niveli dhe çfarë formimi kanë ata dhe çfarë përgjegjësie kanë ata, sepse është edhe shkalla e përgjegjësisë. Kupton se kjo tregon pa përgjegjësi. Kjo tregon pa përgjegjësi, sepse ti e di shumë mirë që je një institucion i cili ke armiqësi në thonjza me të gjithë, sepse je një institucion që lufton jo vetëm krimin organizuar, jo vetëm krimin zgjedhor, po ti lufton, pra ke në tagrat e tua, ta ka dhënë kushtetuta dhe ligji, që lufton korrupsionin e lartë të niveleve të larta. Dhe korrupsionin e niveleve të larta nuk e bëjmë asun as ju, e bëjnë ata të cilët kanë pushtet. Dhe ata që kanë pushtet, kanë administrojnë edhe burime njerëzore, të cilat janë të afta që ty të hyjnë atje dhe të vjedhin dhënat. Se interesin e dhënat e prokurorisë nuk e ka asun as ju, as populli thjesht. E ka interesin, e ka qeveritarët që jetojnë. Qeveritarët që jetojnë ka mundësit dhe financiare që të paguajnë njerëz të cilët kanë njohuri të thelluara nga informatika, që të hakerojnë sistemin e prokurorisë posaçme dhe të marrin aty informacione që nesër ti kenë të siguruara, qofshin për shantazh, po qofshin edhe të mbrohen në një akuzë eventuale që mund të ngrihet nesër aty nga kjo prokurori. Prandaj them që duhet mos i marrim si temi që kush janë ata atje që u vjet kanë të dhënat. Jo, njerëz janë dhe ata të cilët kaq njohuri kanë, kaq formim kanë dhe kaq shu do ta shikojmë, këtë vështrim do ta shikojmë.